këto që vetë po e bënin, themi, janë njerëzit tuaj që vinë edhe bëjnë ndryshimet e kodit penal në Shqipëri. Sot Rama u kujtua se njerëzit që e kanë në burg, ajo që na ka dalë goja mbrapa të thonë që pafajshmët janë në burg, sot u kujtua që në Shqipëri nuk jepet drejtësi. Në Shqipëri është i vetmi vend që pafajësinë nuk mund ta marrësh kurrë, edhe kur je i pafajshëm, sepse kjo është drejtësia jonë, është drejtësi monopartiake, një drejtësi që i bindet vetëm urdhave të partisë, vazhdojmë akoma me atë drejtësinë shtet. Çfarë ndodh me largimin e Belinda Ballukut tashmë, zoti Markoçi? A duket sikur Rama, po themi, ka larguar dhe gurin e fundit që kishte para tij? Jo, Rama nuk ka nevojë për gur të fundit, se guri i fundit dhe i parë është vetë Rama, nuk ka njëri tjetër përveç se Ramës. Belinda Balluku nuk ka bërë ndonjë gjë në kokë vet, nuk ka bërë afera në kokë vet, nuk ka bërë vjedhje në kokë vet. Edhe të gjitha janë në ndikimin e tij, apo me pëlqimin, apo me porosinë e vetë Ramës. Kështu që Rama, unë kam thënë, Rama e di shumë mirë që nuk e trembet në kuptimin e mirëfill, nuk ka hallin e spakut se çfarë dosjes dalin te Belinda, se ai e di shumë mirë se çfarë dosjes janë atje. Ai ka hallin gjithë aty ke lufta rrugës, dhe prandaj kërkonte me çdo kusht dhe në çdo formë që të kishte një cop vendimi në dorë para se ta shkarkote Belinda. Dhe besoj se doli kjo që me atë lloj vendimi që mori gjykata kushtetuese, që si isha as mish as peshk, por gjithsesi ishte një vendim i cili hidhte poshtë kërkesën e Ramës, dhe Rama tashmë është i detyruar ta shkarkoj Belindën, jo për qert vet, apo jo se po i bindet drejtësisë. Thjesht po zbaton atë vendim, tashmë tund atë vendim, por me një kusht tjetër që Rama do kërkojmë në çdo kusht që të mos i hiqet imuniteti Belinda Ballukut, pra ta mbroj me imunitet. Nëse e shkarkon si zëvendës kryeministre, e mbron në imunitetin e saj. Të është e turshme, pra ne thash që shqiptarëve duhet i vi turp ta pshtyjnë surrat atë palavos kryeministre që flet në gjuhë, dhe që nuk ka asnjë pikë morali, sepse me largimin e Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre, ai duhet të jepte vetë dorëheqjen dhe nuk ka nevojë të shkarkojë gjithë qeverinë apo gjysmën e qeverisë, në të njëjtën kohë që është ai përgjegjësi kryesor i të gjithë vjedhjeve, themi më mirë trosh se afera, se afera duket si fjalë mbrojtëse, i gjithë vjedhjeve që ka bërë qeveria atje apo vetë ai. Kështu që nuk është se Belindën ai tashmë e ka hedhur në rrugë, nuk e ka hedhur në rrugë Belindën në mënyrë absolute, ai Belindën e ka akoma, ai vetëm justifikohet ka shi njerëzve të cilët janë prapa Belindës, justifikohet me atë pjesën që unë ja u pata deklaruar qysh në fillim fare, që pa një vendim gjykate Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun. S'ka këll që ta shkarkoj. Ndërkohë ka larguar dhe Elisa Spiropalin nga posti i ministres së jashtme. Ajo që kam thënë para 2 ditësh që është e turshme që jemi i vetmi vend që për 35 vjet nuk arritëm të krijojmë një diplomat apo kryediplomat të Shqipërisë, dhe kemi vënë gjithmonë njerëz që s'kan lidhje me diplomacinë, njerëz që nuk kanë asnjë lloj reputacioni në diplomaci dhe nuk e njohin fare diplomacinë. Dhe të vjen turp, domethënë, që sillen një diplomat apo kryediplomat i Shqipërisë sillet sikur me qenë kafe, sillet sikur flet te partia, dhe harrojnë atë pjesën tjetër që një kryediplomat është personi i cili përfaqëson kombin, përfaqëson shtetin, nuk përfaqëson vetëm partinë. Posti i ministrit të jashtëm është i bashkëvlefshëm me postin e presidentit të Republikës, nëse do ta shohim në këtë aspekt, sepse është ai person i cili e përfaqëson Shqipërinë në të gjithë organizmat ndërkombëtare. Pavarësisht se këtu i kanë bërë lëmsh gjërat, dhe këtu i komandon, i përfaqëson Rama, domethënë gjitha i bën Rama të gjitha. Dhe këta janë manikina të Ramës. Por dështimi në diplomaci që ka pas Shqipëria automatikisht do bënte edhe një lloj lëvizje
sepse janë ato lëvizjet e prapaskenës, ku Rama shfaqsohet me atë pjesën që unë e hoqa, tash më dështim vërtet kemi pas, po unë e hoqa. Ashtu si ka dështimet në rrugë, dështimet në infrastrukturë, dështimet gjithkund, domethënë. Dhe tash i bën këto lëvizjet e qeverisë për të treguar që unë po lëviz, domethënë, po i heq këta të pa aftit, në thonjza të tij, këta që kanë vjedhur vetëm për të, për asnjë tjetër, dhe po i zëvendësojmë me disa hajdut tjera asgjë më tepër s'do bëj. Por ajo që është më kryesore, që u kam thënë që brezi 30 vjeçar është ai që po shkatron Shqipërinë. Dhe Elisa Spiropali hyn tek këta 30 vjeçarët e famshëm, ke këta njerëzit që nuk dinë absolutisht asgjë dhe është e turpshëm, domethënë mendosh Faik Konizit, mendosh Elisa Spiropalin apo çdo ministër i jashtëm që ka qenë gjatë 35 vjetësh është shpërtar të keq, domethënë është një rënje drastike në diplomacinë shqiptare. Zoti Markoçi, ndërkohë ka larguar dhe Pirro Vengun nga ministri i mbrojtjes. Pra disa ministra kyçi ka larguar nga qeveria përfundimisht. Ndryshe nga ç'bëri me Lamallarin që e ndryshojnë pozicionin, apo me Albana Koçiun që e vendosin në postin e zëvendës kryeministres. Unë pa ta thënë që dy ministra, realisht në atë që kemi diskutuar, unë pa ta thënë para 2 javësh që 2 ministra do lëvizin, ministri i brendshëm dhe ministri i drejtësisë. Kështu që për këta 2 ministra nuk diskutohesh që ky do t'i lëvizë, unë e kisha të sigurt, domethënë këtë lloj lëvizje. Ndërsa për sa i përket vëngun, pasi bëri gjithë ato ç'a bëri në portin e Durrësit, ato pisliqe që bëri në portin e Durrësit, ato tendra që bëri me shkatrimin e portit të Durrësit, falin që ka bërë tek porti i Durrësit, i dha dhe një dhuratë tjetër, ta quaj ministër të mbrojtjes, si njeri që akoma me pasaport greke e kërko greku për bo ushtrinë, e majnë ministër mbrojtje, është turp për ne, domethënë. Nuk di ç'a thuash për këtë kryeministër, i cili vërtet jam i shokuar nga ai fjalim që ka mbajtur sot, dhe këto lloj ministra që ky lëviz, ky i bën vetëm për të zgjatuar jetën e tij si kryeminist të këtij vendi. Ti nuk i bën përshtypje. Ky unë kam thënë, ky mund shesi, do shesi edhe fëmijët e vet ka bosh ti hedhin rrugë vetëm për të qëndruar në postin e kryeministit. Kështu që nuk është lëvizje politike e mirëfill për ta çuar vendin përpara apo për të hecur akoma më mirë, themi. Në një kohë që Shqipëria është vendi i fundit në Europë për sa i përket minimale që është ekonomia, një vend i cili nuk ka as ushtri, as mbrojtje, as infrastrukturë, absolutisht nuk kemi asgjë. Ne kemi vetëm tallava, kemi një kryeminist që dele pëllet e flet atje me orë të tërë dhe ata si shushka dëgjojnë gjithë aty, hapin sytë se çfarë po thot ky. Dhe ai tallet me veten, fillon beson edhe gënjeshtrat që thot vetë, edhe i beson edhe vetë. Këtë lloj narcisti kemi ne tashmë në krye të këtij vendi. Kështu që këto lloj lëvizje që bën nuk janë në një lëvizje e madhe, në një lëvizje që vinë në të mirë të Shqipërisë apo të kombit shqiptar. Këto janë lëvizje personale që Rama i bën për të shtyrë sa më shumë dhe për të dalë para ndërkombëtarëve, se për Shqipërisë po pyet shumë ai, po para ndërkombëtarëve po thonë që unë po bëj lëvizje, po ecim në reforma, po reformohemi, po bëjmë gabimet që janë bërë, po i zëvendësojmë, po i bëjmë. Nuk ka asnjë lloj, nuk di çfarë thuash më për këtë lloj njeriu dhe këtu. Por këto, unë thash, 2 lëvizje kisha parashikuar ke Rama që u pata thënë herën e parë. Ministrin e drejtësisë dhe ministrin e mbrojtjes. Për tjerët realisht nuk kisha ndonjë, thash do bëj ndryshime, por nuk kisha ndonjë ide se këtë tjetër. Që fjalimit të tij zoti Rama tha që më kanë ardhur disa figurat Partisë Socialiste në zyrë dhe më kanë thënë që pse po vazhdon akoma ta mbështetësh SPAK-un. Këto janë ato që Rama i thot vetes vet, dhe pastaj fillojnë dhe i interpretojnë sikur ka shku dikush në zyrë, pse po t'ishte si ka shku dikush në zyrë, dhe ta thoshte vet. Personalisht personi se Rama nuk është i tremet njeriu të aty, apo ka frikë njeri, apo po e fsheh personin. Rama i shet gjithë, nuk ka asnjë lloj probleme, dhe po t'ishte se
do ishte vërtet. Kjo është si puna e asaj që tha që më ka ardhur 3 herë Balluku dhe më ka kërkuar, bile sot tham, ma ka kërkuar me shkrim, në të njëjtën kohë që unë kam kërkuar publikisht, i kam thënë nxirr shkresën me numër protokolli me datë kur pas ka dhënë ndërheqjen. Dhe këto janë ato, nuk ishte në një mënyrë tjetër për ta hapë, sepse këtë që bëri Rama, përsa e përket që kanë ardhur dhe më thonë që pse më mbron spaku, ishte hapja e lojës për të goditur spakun, siç e pat në fjalimin që mbajti, ai e goditi spakun. Ai sot nuk ka lënë njëri pa goditur. Ai realisht tregoi që i ka ngelur ora aty ke 41-shi, ke komunizmi, arriti të flasë edhe për ballin, pra ky internacionalist i shat edhe nacionalistët, e kupton, filloi deri aty ka arrit sot. Ka arritur, domethënë, gjithë atë fjalë që ka thënë për Mithat Frashën, ku erdhi trupi Mithat Frashit dhe mbajti atë fjalimin gjoja ky sikur ishte patriot i madh, sot e hodhin plera, domethënë duke shajt ballin, duke e përgojuar, dhe tregoi edhe një herë që komunistët janë të pandrejshëm, nuk lëvizin nga istikame, nuk janë njerëz të cilët ndryshojnë. Ata nuk ndryshojnë, ata kanë thjesht vetëm propagandën. Kështu që edhe Rama është në kuadrin e propagandës, nuk ka absolutisht asgjë. Ai sot thash, ai gënjente dhe besonte veten atë çfarë thoshte. Spakun patjetër do ta sulmonte, sepse është pjesë e cila ai tashmë gjën që ka më tepër frikë, themi, Rama ka vetëm spakun, nuk ka absolutisht asnjë tjetër. Në Shqipëri ai nuk ka frikë tjetër, nuk ka gjë tjetër, sepse çka dash ai ka bërë, çfarë ligjesh ka dash i ka bërë, edhe ai ligj që u dote për të vajt atje te bordi i paqes, edhe ligjin nominal në emrin e tij e aprovoi, me votat e opozitës e bëri, doli atje te bordi i paqes e tha që e kemi bipartizane këtë, se aty edhe fjalën bipartizane ke partizantësh ai gjithmonë. Vazhdojnë këta, ke partizan të rrinë. Se nuk thoshte që ishte një marrëveshje apo një dëshirë e të gjithë partive politike apo spektrit politik, po e kishte me bipartizan, nëse. Kështu që ka ngelur në këtë lloj kuadri, në këtë lloj gjëje. Thash, Rama sot ka gënyer dhe nuk përmendi ato rrugët që kanë rënë, që domethënë Juglindja është e bllokuar, pra ka qytete të bllokuar. A thuti se jemi në luftë, është bërë shtet rrethim. Na ka pushtu i huaj dhe na ka bllokuar rrugën. Kur gjithë rrugët bien, gjithë tunelet kanë rënë, ato që kemi deklaruar me kohë që tunelet janë pa kolaudime, të rrugët janë pa kolaudime, dhe sot ai arrin të fillojë dhe të justifikohet me geodezinë, me këtë, me budalliqet, domethënë nuk di, ai dukesh një njeri që kishte dalë para pasqyrës e thoshte si do t'i gënjej këta njerëz dhe këta të besojnë mua, po ta besoj edhe unë vetë atë që them. I njëjti fjalim ka qenë sot me Ramën. Është e turpshme, e dhimbshme, tragjik, komedi për këtë vend që drejtohet nga ky njeri. Po, një minut korridorësh e kam quajtur edhe do vazhdoj ta quaj minut korridorësh asgjë më tepër. Zoti Merkoçi, Rama në fakt pati një goditje shumë të fortë ndaj spakut në gjatë fjalimit të tij dhe drejtësisë në përgjithësi. A besoni që është një goditje e sinqertë apo ishte një fjalim, po themi, për të balancuar edhe vendimin për shkarkimin e Ballukut? Jo, ai godet, dëgjoj, që Rama, unë nuk mund të them që Rama është budalla, me që them që është idiot e them, po një idiot thot edhe gjëra nga herë thot edhe në gjë të mirë. Dhe ai u mundua të thoshte atë idiotësinë e radhës, pra edhe ta lavdroj, po ta godas edhe me lavdrime. Nga një anë godiste me lavdrime, nga ana tjetër godiste në mënyrë të drejtë për drejtë, duke deklaruar që ne nuk bëhemi se ngjitet një prokuror edhe një gjyqtar dhe vendos për një ministër apo vetë Ramën apo për kudo tjetër. Çka do të thotë se nuk ka konceptin e drejtësisë një radhë parë,
sepse nuk mund lidhet prokurori dhe gjyqtari në një zyrë dhe vendoskan për X gjë. Prokurori duhet kuptojnë një gjë që prokurori ngre akuzën dhe akuza që ngre prokurori është akuzë e shtetit. Pra, ajo akuzë që ngren Spaku është akuzë e shtetit. Dhe Rama është pjesë e shtetit. Nuk është pjesë e prokurorisë, se është pushtet në vete, por është pjesë e shtetit. Dhe kur del prokurori akuzon në emër të shtetit, nuk akuzon prokurori në emër të prokurorisë dhe në emrin e tij personal. Gjykata nuk merr vendim në emër të gjyqtares. Gjykata merr vendim në emër të Republikës. Pra në emër të shtetit. Por këta nuk kanë koncepte. Këta nuk kanë absolutisht asnjë koncepti. Dhe ai u mundua, pra ne tash që në fillim, ai u mundua të justifikonte edhe të gjithë punën që ne jemi ata që bëm Spakun, ne jemi ata që nuk pyetëm ne për rrugën e Elbasanit, se ç'ishte një që u quajte rruga e Elbasanit, sipas tij se ky nuk e dinte. Se vetë i nxjerrin këto fjalë, pastaj bëjnë edhe sikur nuk i dinë se kush është rruga e Elbasanit. Dhe ky për të justifikuar tashmë të gjithë ndërhyrjet që do bëjnë në kodin e procedurës penale apo në kodin penal, se do bëjnë ndryshime edhe në kodin penal ky. Dhe të gjitha këto ai u mundua t'i jepte një lustër, sikur ky ishte ai që e kishte vendosur Spakun dhe ky edhe sot mund ta votonte prap Spakun, mund bënte prap të njëjtën gjë. Dhe nga ana tjetër mundohesh ta godiste në format e tjera. Forma më brutale ishte ajo që lidhet një prokuror tash edhe një gjyqtar dhe vendoskan për një zëvendës kryeministre për ta marrë pandehur. Në kohë që ka një akuzë dhe ka shumë akuza të Belina Ballukut. Belina Balluku është e pandehur dhe nuk është vetëm e akuzuar, por është edhe e pandehur. Nuk është personin e tim, por është e pandehur. Kështu që një e pandehur nuk mund të rrinë në zyrë të shtetit. Ai arriti ta mbajë 2 muaj e ca. Dhe me këtë lloj gjëje dhe tashmë ai kërkoi duke lavdruar Spakun, ju dha udhëzimin të pranishëm që kishte deputet e ministra që ju në mënyrë kategorike nuk mund të votoni për heqjen e imunitetit Belina Ballukut apo çdo njeriu tjetër aty. Ky ishte sinjali që Rama dha për drejtësinë. Ky që e mbështet drejtësinë, ky që e do drejtësinë, ky që e voton drejtësinë, nga ana tjetër i dha këtë sinjal, në fjalimin e tij dha këtë sinjal të gjithë deputetëve që ju nuk duhet të votoni heqjen e imunitetit, sepse ishte po ky i cili tha ne do presim nga raportin e Ulci Manjës, raport të cilin do e priste ky se Ulci Manjë nuk do pyeste Ramën apo nuk ka pyetur Ramën. Apo tjetër. Aty të gjithë pa emzan e Ramës nuk bëjnë dot asnjë lloj lëvizje. Ato shkojnë me fletën e gratë, po si pyetën Ramën. Jo, më do boka raport ata pa e pyet Ramën, Rama do ta marrë veshën në sallë parlamentit, do ta dëgjojnë në sallë parlamentit. Të hajnë idiotizme që bëjnë ta. Dhe ky pranë po them. Që shqiptarëve t'i vit turp ta pshtyjnë sorratet atë minut korridorësh, jo më ta kenë kryeministrin. Ky është tallçut. Ky është tallë me të gjithë, është tallë edhe me veten. Se thash ka gënjur dhe ka besuar veten në gënjeshtën që ka bërë. Se nuk ka një fjali që ta kapësh dhe ta analizosh çka ka thënë. Çdo gjë e ka pas me prapasken. Nuk ka qenë interpret drejt Ramës. Nuk kërkoj falje. Thash nuk kërkoj një falje për ata njerëz që i ka bllokuar. Janë bllokuar. Juglindja e vendit është e bllokuar. Rrugët kanë rënë. Nuk ka mjet komunikimi. Vetë iku me helikopter. Dhe nuk tha gjys fjalë. Kërkote një ndjes. Jo po u bë rruga si do bëhet rruga se e mori ky se ajo rruga që ra atëherë ne e bëm këtu atë Korçëshek. Po shkoj herë në Korçëshek shifi se si është rruga. Vetëm me fjalë. Dhe ajo që më pëlqeu tek Këshilli i Evropës, një nga ata deputetët që foli aty për sa i përket të gjithë aspektit të
grup kapiteve që këta kanë hap, një fjalë thaj. Të shohim se çfarë rezultati ka pas ke qytetarë. Gjithë to letra që ke sjell. Dhe ky qytetarë rezultati është 0, negativ. Tash më minimale një kryeministër nëse nuk e jep dorëheqje, se dorëheqje nuk e njohin institucionet dorëheqjes, ta nuk e njohin asnjëri, nuk e njeh këtu. Tu humbin, bëjnë, shkatrojnë, vjedhin, bëjnë, kapen, edhe në fund fare absolutisht nuk e njohin institucionet dorëheqjes. Po të paktën kërkoj një falje. Na falni më se u bë gabim, na falni njerëz, u bë gabim. Po jo ta justifikosh, edhe fajin ta justifikosh. Ai sot justifikoi fajin. Asgjë më tepër nuk bëri se sa justifikoi fajin. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve.